Ishte natë, një mbrëmje dhjetori. Ishte ftohtë dhe po binte shumë shi. Ishte ftohtë, por jo aca në zemrën e saj. Kishte kohë që jeta po luante një lojë të mërzitshme me të. Kishte muaj që qëndronte në cepat e spitalit pa e ditë se pse. Ishin ditë të humbura, shi monoton dhe as pak lumturi. Ajo qëndronte e shtrirë dhe her pas here kthente kokën nga ai për të parë se a është duke shikuar apo jo. E ai qëndronte në cepin e dhomës me një shikim ndrojtës, voshtronte shiun dhe pikat që binin në dytare. Pas pak u afrua te ajo. Je më mirë sot? E pyeti edhe pse e dinte atë përgjigje të mallkuar të asaj pyetje të trisht. Ajo e shikoi habitshëm dhe e pyeti: "Çfarë po ndodh me mua? Më trego." E pyeti me një zë të mbytur që I kishte mbetur. Ai sikur ndieu një therrje të mprehtë, një dhimbje të padurueshme, dukej si kur diçka u këputë brenda tij. Nuk mund t'ia thoshte të vërtetën. E vërteta rrezikonte të llabëronte nga ajo edhe atë pa dritë që I kishte mbetur. Ajo të ndihej keq e më keq. Ai kishte ndrohe dhe ne ndonjëherë fshehim të vërtetën për të mos këputur diçka brenda shpirtit, për të mos e pëkutur shpresën dhe lumturinë e ëndrat e bukura. Mos e zhdukim atë vend në zemrën tonë që ka lule dhe është pranverë. Ta lëndonte shumë. Ai e shihte në atë gjendje dhe nuk mund të bënte asgjë. Ishte faza e fundit e kancerit dhe mjekët nuk e ndihmonin dot më. Por shqiste dashuria atyre drejt fundit, edhe pse në dashurinë e tyre nuk kishte dorëzim për vetëm durim. Vlodhi forcat e garravitura nga plasaritjet kronike të shpirtit dhe I tregoi me gjysmë zëri. I tregoi se ishte e sëmurë dhe se vetëm mrekullia mund ta shpëtonte. Afrohu afër meje, I tha dhe më dëgjoi me kujdes. Unë e kam ndjerë dhe pse s'ma thoje ti? E ndjeja se si flokët e mia të mbetnin në duar ty. E ndjeja se Zoti ishte dhëruar me mua dhe kishte vendosur të më marrë pranë tij. E ndjeja gjithashtu gjakun që ndilte nga hunda ime. I dija të gjitha, I dinte zemra ime, por qëndroja me një shpresë të voshkël fare që të mos I ndodhte vendin tim pranveror në zemrën që kam. Më dëgjo. Edhe nëse unë do të vdes, ti mua më ke kthyer në jetë me dashurinë që më ke falur. Do të shpjegoj diçka, edhe pse të shumta ti di. Unë do të dua ty dhe do të dua për gjithmonë. Ti shpirtin tim do ta kemi gjithmonë me vete kudo që të shkosh. Mos e harro kur. Edhe kur papritmas në fytyrën time do të shfaqet hija e rëndë e vdekjes, edhe atëherë thua do të dua. Mos thuaj kështu. Do t'ja dalim disi, tha ai plot dhimbje që kishte mbështetur kokën në duart e saj. E puthi, por ato e kishte zënë gjumi. Tani gjithçka mbeti në hapësirë dhe ishte plot peshë. Asgjë nuk ishte më e rëndësishme se e tashme. Horizonte qëndronin në drejtpeshim dhe gjatë të qasjet të çuditshëm të dyja pjatat në balancin e ekzistencës kishin të njëjtin nivel. Tash fati do të vendoste për të. Por fati nuk ishte kurrë më I rëndë se e vërteta. Dhe guximi mospërfillës që I kundërvije ishte gjë e mirë, që ta dije këtë. Por ishte gjë e mirë edhe ta dije se asgjë nuk mund të quhet e humbur përderisa jeton akoma.